fund pas 3 kilometrash me teleferik, trunqet e kanë radhën të pritëm dhe të çarrojnë, të shndrojnë në terrasat e binar. Shpejt, ata do të shkojnë të shërbejnë njerëzve që kanë vendosur të andalin vrullin valve të matit. Në dikë tani njerëzit kanë një dëshirë, që energjia e matit të shpërndahet sa më parë anë mban atë theut. Këto shtylla të tensionit të lartë do të shtrihen gjatë 133 kilometrave. Duke ndjekur linjën, le të ndalemi në një fshat të ri, në Laç, ndërtuar për banorë që po shpërngulin vazhdimisht nga zona ku do të krijohet liçeni hidrocentrali. Këtu në fushën e Vlleshme, mjeditorët e shpërngulur kanë filluar një jetë të re. Deri të fshirë xhamat e dritares është një gjë e panjohur më parë në jetën e mjeditorës. Le të kthehemi tani në të gjatë të digës, në atë qendrën e banuar që po bëhet çdo ditë si një qytet i vogël i ri. Gjatë pushimit njerëzit mund të kalojnë kohën sipas dëshirës, në sa të ndritshme të leximit, apo në një vend kaq të këndshëm. Dhe në të kamaruria, porozet një gjellë të shishme të kuzhiner mitrua. Por nuk ka qenë gjithë një kështu. Vetëm 5 vjet më parë, punëtorëve të hidrocentralit të mungojnë akoma shumë gjëra. Ndodhte ndonjëherë që dhe një copë bukë e ruajtur fshati kishte vlerë, në të kohë kur buka sillej duke qarë me traktor valët e matit. Tani në restorantin e mbajtur mirë dhe pastër, mjaftonte për zë Gjavasilit, kamarierit papërtuar, që të sjellin çdo shëron. Sot në vend zhvillimin e punimeve në brigadën e montimit. Sa më shumë që afrohet fundi i punimeve në digë, aq më tepër i shtojnë përpjekjet e tyre dhe inxhinerët tanë, që me gjise të rinj, po dalin faqebartë në detyrën e rëndë. Janë intelektualët tanë të rinj, që do të jemi gjithnjë bashkë me punëtorë. Stradën e lumit në Mdik, nuk mund të dallosh kush është inxhinier dhe kush punëtor i thjesht. Ja ky është inxhinieri i montimit Kaço Vasili. Atë dheu do të nderoj për herë punën e atyre, që pa kursye, duke bërë sakrifica, derdhën vjersën për t'i dhënë Shqipërisë dritë. Që Shqipëria të bëhet një kopsht i lullëzuar, vaporët sovjetik vini shkarkojnë çdo ditë në limanin e Durrësit madhra dhe makina të reja. Këto tuba i pret sot me padurim shoferi Hero Koça Fezovi. Ato do të dërgojnë sa më parë në hidrocentral. Sa herë ka bërë shoferi në rrugën nga Durrësi në dikën e hidrocentralit, në shijen në të borë, në carën e dimrit në shegun e verës, Koça Fezovin e ke gjithnjë të palodhur në timonin e Skodës së tij. Në për këtë
Këtë tuba nuk është e largë dita kur do të gërshoj ujit e ligjinit që do të vejnë në lëvizje turbinat, uji që do të shndrohet në dritë dhe energji. Inxhinierin sovjetik Spiridonov që e ka ndjekur ndërtimin e digës qysh në hedhjen e themeleve, tani që punimet po përqendrohen brenda në trupin e digës, e shohim kudo që bëhen montime të rëndësishme. Ky vinç që sot po lëshohet në trupin e digës, do të mbetet përgjithësi në sallën e makinetës. Filloi dhe montimi i turbinave. Gjatë 3 vjetëve të ndërtimit të digës, janë instaluar 1800 ton pajisje dhe mekanizma, si dhe mbi 2500 ton konstruksione metalike. Shqiptar dhe sovjetik të vllazëruar sot në punë, ashtu si dje në luftë. Hidrocentrali Karl Marx, i projektuar nga ndërmarrjet sovjetike, i ndërtuar me ndihmën e shokëve dhe inxhinierëve sovjetik, do të mbetet vetë një dëshmi e gjallë miqësie të përjetshme. Specialistëve sovjetik po detyron mishtrin elektromontatori Besnik Shakiri. Punëtorët shqiptar njohës të mirë të këtyre aparaturave. Ky është me të vërtet një revolucion në jetën e klasës sonë punëtore. Në hidrocentral janë kualifikuar dhe perfeksionuar rreth 2000 kuadro, një ushtri e tërë e gatshme për ndërtimin e veprave të reja. Shkarkohen maqinerit e fundit. Këto janë armaturat e fundit. Këto vagona sjellin sot kubometrët e fundit të betonit. Fjalën e tyre të fundit, ja thonë sot edhe saltatorët. Kur është puna që premtimi dhënë partisë dhe popullit të kryet me nder, mund të punosh edhe natën. Dhe ne kuptojmë kënaqësinë që vjen sot bashkë me ne, Ivan Lizimi, këshilltari sovjetik për ndërtimin e digës. Ja, diga projektuar u bë realitet. Shtrua ti tani, o Lazar Menga. Kur ne filluam tregimin ton, atë kujtohen. 6 vjetet sa më parë, të ishe vetëm një bari dhëç. Ty të habitin atëherë edhe tabak specialist,
që bëjnë studimet në vendin ku do të ngrijë diga. Në këtë mëngjes kur portat e rënda do t'ja zënë rrugën lume, çto ti?